Infektimi me salmonellë i 17 fëmijëve në Gramsh dalin përgjigjet e analizave, vezët ishin të kontaminuara. Duket se më në fund është zbardhur rast infektimit të fëmijëve në kopshtin publik në qytetin e Gramshit. Ndërkohë, vetëm 2 ditë më parë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bërë me dije se nga analizat e kryera nuk kanë rezultuar me përmbajtje salmonelle për të paktën 2 produkte. Komunikimi për publikun i AKU-s në kuadër të transparencës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vijon ndjekjen e procedurave ligjore dhe informimin e publikut lidhur me kampionaturat e marra në produktet ushqimore lënde parë në kopshtin numër 1 në qytetin e Gramshit dhe në subjektin furnizues në Tiranë, të cilat u dërguan për analizim për treguesin Salmonella SPP pranë laboratorit të referencës në ISUV. Informojmë se për mostrat e dërguara për analizim për produktet lënde parqumësht dhe kofshpule të kampionuara nga DRAKU Elbasan, si dhe produkte qumshti kofshpule veze e kampionuar nga DRAKU Tiranë, ka rezultuar të pastër në treguesin Salmonella SPP. Ndërsa për produktin vez kampionuar nga DRAKU Elbasan dhe kofshpule kampionuar nga DRAKU Tiranë, analizimi është ende në proces. Sapo të kemi këtë informacion, AKU do të vijojë me informimin e mëtejshëm të publikut.